Po bën foto gotës për çupat? Let me see. Të ke bërë? I ka bërë nono këto fotot? Kur? Ti ka bërë 200 foto aty, hajde t'i gjesh. E gjete? What's that? Let me see. Oh, daddy. Mirë mëngjesi nga një video e re. Sa po erdha në shtëpi, isha pak çova çunin në çerdhe, në kopësht, edhe shkova një xhiro më vrap tek Tesco, bleva vezë, këto, bleva një bukë, dhe bleva një qumësht organik, se kam provuar ndonjëherë këtë. Do ta zjej të shikoj, ka ajk, s'ka ajk, si është, do ta pëlqej loga. Se zakonisht marr qumshin te Aldi. E të gjitha këto ja të gjërat kushtuar një 6,55. Tani do ha bukë. Prisni të hiqi këtu. Do ha bukë edhe do pi një kafe. Se sot me zor më janë hapur syt. Po kur them me zor të madh. Kjo është fytyra e një njeriu që sapo nxori zorët. Nuk e di, nuk dua t'u shpif, por kjo shtatzani më bëj unë fëmijë tjetër. Kur në botë. Inshallah mos t'i keni kështu shtatzani tuaja, që është shumë e shpifur. Tani po ndihem më mirë. Se nxora një avokado. Thash do ta pres, që ta vendos pak të buka, theka bukën. Unë mbaroj për bukën e thekur, e kam shumë qejf. Edhe do t'i vendos atë vezën që bëra sipër. Edhe do ha. Qa është ajo? Drita. është drita. Po dadi pas ka një dritë. Wow. Dalë shkoj që ke veshur ti? Wow, sa i bukur je bërë. Shumë i bukur. Baj ato syzet. Se të mbrojnë nga era. Tregaj që çupave këto dorezat. Shumë të bukur. I like this one. E du. Ha? Makami. Ajo është për makinën, po. Po ku do vesh ti tani? Kjo është bicikleta që ju thash për para ca ditësh që ka bler Albani edhe ka vendosur edhe këtë gjën këtu që t'ja përshtasi për Loganin, i cili ulet këtu, këmbët i fut këtu, edhe ban duart të këto të vocklat. Dhe ndërkohë, unë mendoja në fillim sikur do binte, sikur nuk ishte i sigurt çuni, po mendoni që këtu në anësore janë krahët e Albanit që mbajnë Loganin brenda. Edhe rrinte shumë mirë, i pëlqeu. E tani do ishte dali me bajk. Të vi dhe mami me juve.
No. Hajde këtej. Te diellit, lutem. Të vi dhe mami me juve. No. Ha? It's mommy finishing. Mami fini xhirot. Të rri mami në shtëpi tani. Yeah, it's peace. Please. Po mami do xhiro me bike. No, mommy. Të dal me makinë xhiro unë. Yeah. Me which one? Me kë? A bike. Po ku është bajka ime? S'kam unë bike. No, Me bike, dadi dhe Logan. So rradi vogël. mommy. Yeah. Help me, Dad. Help më more tonin di që ule për vete. Oh dear. O, dia, çfarë është ajo? Oh. Do i flasësh çupave me ato ti? Yeah. Do i tregosh rrugën? Do i tregosh rrugën çupave? Football. Do futem brenda, unë pa merak, se ftohtë nuk rri jashtë, duash ti. Ka hall se vi unë xhiro me bike futu brenda thot. Me kujdes, daddy. Be careful, daddy. Okay. Try it one more time. What is that? What's that? Qa po thoje ti? Haj çupa? Help! Help me! Help me! Wait, 1 second. What? And hey! Cool. Pse ti ashtu s'kiç? E fiki. Do ta fik mami, ç'ke ti? Lere kamerën e mamit, këtë ëndën ti. What's that? What is that? What's got it? Helikopter? Wow, helikopter. Not here. It's not here. Ja, nuk e shikojmë në vesh. Është e qi. And this plane! Oh, gjeti nono. Bravo. Që ka Plane. që ka aeroplan, po bravo Logan. Iku. Iku, do vete shtëpia. Teta. Shteta. Teta zati. Teta dhe Xhaxhi, yes. Be nice, Logan. Be nice, mommy. Be nice, Logan. Be nice is the photo. Be nice, futu brenda mama. Be nice, mami. Futu brenda ti. Hape derën. Hape derën. Bravo. What a nana. Yes, your turn. Ti do hipesh tani, po dale. Do vi që ka tu jashtë, pa merak, se nuk hipim biciklet. Kë ka shumë merak derisa të hiki unë. Qa ka? Cookie. Sa dhe? Okidoki, and let's go. Let's go. Be nice, okay. Të dua. Bye. Dhe mami të dua. The door. Bye. I love you. I love you. Green. Yeah, I love you. Bye-bye. Bye bye. Edhe kështu do vend çuna xhira. Tregoja dadit rrugën se nuk e di ai. This way thoj. Patim. It's very fast. A coffee. Passing. It's house. Yeah. Abby? 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 Abby there? Abby there. It's a big house. Abby. Swansea.
kjo është dreka për sot. Një sekond se kam dritën ullur. Kam bërë risotto me hera parë që bëj, shumë e thjesht, e kam bërë me kërkaleca, kisha vetëm disa kërkaleca në shtëpi, edhe ca nga këto të vegjlit, qofse i shikoni aty, i kam përzierë bashk, pjata ime dhe Albanit. Do ta shoqëroj me një sallat jeshile me edhe kështu pomodorinit vogla, kisha vetëm 3 kokra, i ndava, edhe kam ngrirë çik sallatë tjetër bashkë me sallatën jeshile, rukola edhe këto limone, kështu domethënë çfarë nevojitet. Këtu është risottoja e Loganit që i kam shirë ca kërkaleca në poshtë. Edhe i kam hedhur djath, ka hedhur mami cheese për ty. Yummy, my tummy. Çoj te tavolina shtëpi do të vëndi nonës. Çoj bukur dhe hajde të marrësh pjatat e tjera. Loganit i kam zjerë edhe ca karota. Në fakt, këto karotat i përdora për lëngun, domethënë lëngun e karotave i përdora për risotton. Zjeva karotat me një kokërqep, me dafin, me kripe, vaj, gjëra kështu që ja hodha risottos, edhe këto janë karotat e nonës. Yummy in my tummy. E këtu është djathi që kam ngrirë, që kam betur. Logan e ka shumë qejf. Edhe kështu do ham tani. Urdhra, me kujdes. Me kujdes. Çoj bukur atje se do vi ta shikoj mami. Edhe këto të dyja, edhe lëmshin që duhet të rregulloj. Kjo sallata po ma bën me sy. Shumë e mirë. Hajde, o shpirt. Me kujdes. I çove lugën dhe pirunin? Okej. I ka marrë vetë lugë e pirun, i ka çuar atje, mori një mbulesë, e çoi, shikojmë se çka ka bërë. Të marrë edhe këtë. Come on, hajde. Edhe hajde one more time, kujdes, se ke ose hajde se mami djathin. Ta se mami djathin? No. Okay, sorry. O do vdes për ty unë. Shiko dadi, e ka bërë beautiful çuni? Shumë beautiful. Ashtu Mos e ka këtu si veqit bjesht, ka bëmisht edhe. S'ke pun të bjesh davalin, të heqim kaktusin. Se prek. Po. So, Qo dadi s'do hambuk, thoj, qo. me tonan. Aty, me kujdes. This. Yes, me kujdes. Do ndim? Që do i tjetër. Fa nuk shket se është mbështetur në mura. Yes. Ashtu dhe. Qa do luka po pirun? I ka marrë këtë gjitha. Lere to luku pune. Lere këtu lugën dhe pirunin. Urdhra, këtu ta le, këtu. Kujdo, këtu. Ha, do dhe qik salat. Do dhe salat. Kom. Hajde dadi, come on, s'to ambuk. Do vi dadi, do vi tani. Fillojnë qik ti se shumë e mirë, merë qik me lugë. Provoj qik edhe thoj çupave, është e mirë thoj? Wow, ta ka bërë mami me cheese. Me lugë. Me kujdes. Me kujdes, afro të tasi që mos ta derdhësh, okej? Ka mami zemër ty. Bravo birë. Është e mira, është majdanos. This. Jo, ti ka edhur mami cheese. It's my cheese. Jo, ti është, po. Mine. Duhet hash dhe pilafin në Logan. Jo vetëm cheese. Oh my god, filloj tash të bëhet lëtyr të njaja. Bravo që vure dorën në poshtë. Je shumë djali mirë. Është i mirë? Okej, pacim çupa sta hambuk. Pace my tupa. Ma i çupa. Çupat e mia. Të dua. Të dua Logan. Të dua Logan. Të dua Logan. 1, 2. Okej, pa hidhë.
Pahi, do të shikoj sa bukur hidhesh ti. Me kujdes. Yes. 1, 2, 3, go! Ah! Bravo shpirt. Të dua. O dia. Oh my god, raçuni. Jam ullur këtu të kuzhina edhe doa të tregoj shpejt e shpejt disa produkte të tjera që më kanë ardhur nga Timu. Nëse mendoni që ju lash pa një Timu haul të kjo video, e keni gabim. Edhe këto lloj videosh me produkte që marrim edhe bëjmë unboxing e ua tregojmë juve, këto janë të preferuarat e mia. Kam shumë qejf të shikoj te gocat e tjera se çka kanë marrë, si qyshtek, edhe më pëlqen edhe mua domethënë të bëj. Edhe të shikoj. Pakon e kam hapur, sepse e xhirova një herë për ta bërë një reels të bukur, shpresoj të dalë i lezetshëm, edhe do t'u tregoj edhe juve këtu tani. Gjëja e parë që më pëlqen shumë është kjo çanta, që është për në kopësht, për Loganin. Çdo gjë që merret për në kopësht për Loganin, sigurisht merret me emrin e tij e personalizuar, sepse kështu i kërkojnë te kopshti, edhe e ka emrin të qëndisur, shumë e bukur. Kishte mund të zgjidhje ngjyrën, mund të zgjidhje dhe llojin e shkrimit, në mos gaboj. Se si e doje, edhe unë zgjodha këtë, meqense është pak e errët çanta, zgjodha një shkrim të bardhë që të bjerë më shumë në sy, edhe siç e shikoni është me këtë dinosaurin që ka edhe dy këmbë të vockla. Materiali duket shumë i mirë, shumë i lezetshëm. Logan e ka parë dhe i ka pëlqyer shumë. Ka këtë pjesën këtu që kapen këto dy rripa, domethënë siç e shikoni, edhe dy rripat e tjerë për ta vendosur në kurriz, edhe pse Logan nuk e ka shumë e qejf të vendosë çantën në kurriz, po shpresojmë që ndoshta kjo gjë e re do t'i pëlqejë. Është një xhep i madh, goxha i bollshëm brenda, edhe ka dhe këtë ndarsen e vockël këtu. Duket shumë e lezetshme. Ka gjithashtu edhe këtë xhepin e vogël. Këtu shumë cute, e vogël, e mbledhur. Ngjyrat që mua më pëlqejnë shumë, këto ngjyrat e tokës, nëse mua pëlqejnë gjitha ngjyrat, po që shumë e bukur kjo. Edhe nuk e paj mend çmimet, po që shumë të lira janë. Zakonisht produktet e Timus janë goxha të lira. Një gjë tjetër që kam marrë është kjo shishja, edhe kjo për në çerdhe. S'është e them vetëm për në çerdhe, do pi edhe në shtëpi nëse do. Zgjodha këtë ngjyrën si ngjyrë pana, shumë e lezetshme, me shkronjën L. Edhe këtu ka Logan, ja ku duket, e pat besoj, edhe këto arushat rreth e për qark, shumë e lezetshme, edhe kjo në këto ngjyrat, po prap ngjyrat e tokës që unë i adoroj. Hapet, kollaj fare, ullet kjo gjëja poshtë, shtypet, edhe del këtu pipa, edhe mbyllet, edhe po deshe ka këtë gjën për ta varur nga jashtë çantës. Po, për ta pasur më të lehtë Logan sigurisht që unë do t'ja fus brenda në çantë, se mund t'ja var unë, po hajde si ta heqja ai. Një gjë tjetër që kam marrë është kjo këtu, kjo shishja, që vjen set me këtë. Mamat besoj e din se çfarë është, e cila montohet kështu. Edhe ka edhe dy koka. Më duket se ka dy koka sepse shërben edhe për të rriturit edhe për fëmijët, nuk e di se kush kok është për kë, po më duket se kështu ishte atje. Shikoni që kokat nga afër. Dhe qa është kjo, pra ata që nuk e kuptuan, për të zhbllokuar hundët. Kjo është nightmare ose horrori i Loganit. Vendos në një ranë, e shtyp këtu edhe del nga ana tjetër. Është shumë gjë e shëmtuar, por për bebat duhet patjetër. Logan e urren këtë gjën. Paketimi kishte dy të tilla, njërin e kam sipër, e kam hapur edhe e kam mbushur me ato ujin fiziologjik që shërben për të pastruar. Por me zor të madh ja bëj Loganit. Është shumë e mirë sepse pastron direkt, thjesht ai zë ulërimat, nuk u shpjegoj dot çfarë lloj ulërimash bën në momentin që duhet i përdor këtë. Por kur je detyruar ta përdorësh, më mirë përdorja dhe lëre të ulëri 1 sekondë apo 2 sekonda se do bësh këtë, se sa të mos marrë do të frym, sidomos gjatë natës kur flinte dhe dëgjoja që kishte shumë siklet, unë isha edhe këto ditë e bllokuar vetë dhe dija shumë mirë se çfarë do të thënë të kesh hundët e bllokuara, edhe kjo është shpëtim. Pa diskutim është shpëtim. Dy gjëra të tjera. Një është kjo,
janë këto stikerat që vendosen tek bufeja. Keni parasysh të vrimat e bufes që ka nga brenda, i mbulon me këtë. Edhe më mirë të duket një çik kjo rrethorja që është pak më e bardhë ndryshe nga ngjyra e bufes, sesa të duket si vrim. Do t'i vendos këto përpara se logan të zyohet në gjumi, se po zyohet do mi bëj fie edhe do ta shikoj ku i kam vendosur unë edhe do vi do t'i heq nesër, e sigurt. I ka fiksim t'i çmontoj gjërat. Dhe diçka tjetër që kam është janë po prapë si tip stikerash, por në këtë rast janë prej silikoni edhe janë një çikës më të trash se sa këto që ju tregova, ndërsa këto shërbejnë për bufet që bën zhurmë. Këto bufet e mia sa herë i mbyll, të tmerrojnë, nuk e keni ide sa herë më trëm logani që i hap edhe i mbyll gjatë ditës, edhe mora këto silikonet, që janë po prapë me goxha ngjitës të fortë. Kjo është lavastovilja që mbaroi procesin, dhe kamera ime që nuk do të fokusohet, ja. E shikoni këtu, dhe ja vendos nga dyert nga brenda, që në momentin që do ta mbyllësh, të mos bëj këtë zhurmën e madhe që bën. Edhe këtë bashkë me tjetrën do ta vendos sa më shpejt jetë e mundur. Një gjë tjetër që kam marrë, që mund të them është e preferuara ime, ndoshta nuk e di. Janë këto dy perde, desha perde. Se din qoftë se po kam thënë, loganit i kemi lënë dhomën këtej nga para, e cila ka 2 dritare të vogla, dhe ne kemi marrë dhomën nga pas, që është nga gardeni dhe ka 1 dritare të madhe. Asaj tonës nuk i kam bler akoma perde, 2 perde që kisha të vogla, aty i kam vendosur sa për të mbuluar, ndërsa porosita këto të loganit si fillim, se duhesh t'i kompletoj dhomën që ta kalojmë sa më shpejt nga dhoma e vet, dhe mbasi i pëlqen të flër atje. Edhe desha perde që të mos ishin shumë të trasha, e keni parasysh materiali të gjoni? Si tip kremi, diçka e tillë, janë të holla, domethënë nuk kam qef ato perdet që janë komplet blind, që bëjnë komplet të zezë dhomën, jo, doja që kur të zbardhi dita, le të futet dita brenda, drita brenda në shtëpi, më pëlqen, edhe gjeta këto, shumë të lezetshme, me këto ylberet, edhe sigurisht ylberet kanë këto ngjyra që mua më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë. Tani, unë kam marrë vetëm 2. Sepse mendoj që të vë një tek njëra dhe një tek tjetra, por nëse nuk do më pëlqej si do duket një, atëherë do porosis edhe 2 të tjera që t'i bëj nga 2 për secilën dritare. Por duke qenë se dritaret nuk janë shumë të mëdha, thash mos të duket edhe shumë e ngjeshur se mos ngjan keq, porosita një e pastaj shohim e bëjmë kur t'i vendosim, nëse do duhet edhe një set tjetër apo jo, siç thash këtu janë 2, që më zor po pres t'i hiqi dhe t'i vendos tani. Dhe si gjithmonë, kodin e keni ose në për ekran, ose te kutia për shkrimit. Okej? Thank you, Timu! Vendosa vetëm një, por me sa duket do porosis edhe një set tjetër që t'i vendos dyshe. Dhoma e loganit nuk është akoma gati, kështu që kur t'jetë gati do t'ja tregoj, por kjo është se si duket një perde, është goxha e hapur, dhe ta shikojmë tani si duken 2. Edhe më jepni dhe ju mendimin tuaj. Edhe kështu duken 2. Mua më pëlqejnë më shumë 2, si thoni ju goca. Duhet porosis edhe një set tjetër, ato anësoret, domethënë nuk mund ta hap perden më shumë sepse janë ato gjërat që e mbajnë edhe pengon, nuk kalon perdja, vetëm nëse e gris perden nga pas që ta kaloj, po nuk është se më prish shumë puna ajo. Duket shumë lezetshëm, edhe më pëlqen shumë gjatësia që ka shfikse, nuk e doja as deri në fund se është e sigurt që logan do ta shkeli, pa as edhe të shkurtër se nuk më pëlqen edhe ashtu. Këto janë super, më pëlqejnë shumë. Si ju duket juve? Sidomos ky detaj këtu, o zot sa i bukur. Po, do porosis edhe një tjetër. Inshallah nuk vonon.